Mjekët përhapën ide që rrezikuan miliona jetë. Doktori Edvin Prifti përplaset me Erion Dashon, zëdhënësi komplotit botëror. Debati fundit mbi mënyrën se si u menaxhua pandemia COVID-19 pas seancës dëgjimore në Senat të Anthony Fauci ka përplasur në rrjetet sociale edhe doktorët shqiptar. Mjeku Erion Dasho shkruan se gjatë pandemisë pati mjek që kundërshtuan mënyrën se si menaxhohej pandemia, duke sugjeruar përmirësimin e protokolleve dhe rishikimin e masave, por edhe mjek të cilët sipas tij ngritën flamurin e të vërtetës, duke u mbështetur tek njohuritë dhe faktet të cilat shkenca mjekësore ende nuk e ka vendosur vulën e vet pranueshmërisë. Të mos i japësh mikrofon në dorë dikujt që pretendon se toka është e rafshët nuk është censur, por veprim logjik. Po kështu, të mos i japësh mikrofon një mjeku që promovon trajtime të rrezikshme apo që kundërshton trajtime të dobishme nuk është persekutim, por mbrojtje e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, shkruan Dasho. Mjeku shqiptar i cili prej vitesh e ushtron profesionin e tij në Gjermani, i është përgjigjur në rrjetet sociale kardiologu i njohur Edvin Prifti. Me këtë status ke fyer një komunitet të tërë që nuk ta ka për borxh dhe ke fyer njerëzit me shtyllë kurrizore që nuk debatojnë në funksion të interesave profesional, siç ti mund të jesh ndërta, por te komunitetit. Një pyetje kam unë për ty, kur ti nuk flisje asgjë dhe merreshe me telemedicinë dhe punoje për OBSH-n në shkurt mars 2020, cila ishte arsyeja pse unë në vetë të parë fola, nuk dija unë të përllogarisja interesat e mia kur isha në piramidën mjekësore, shkruan Prifti. Me këtë status, ke fyer një komunitet të tërë që nuk të ka për borxh dhe ke fyer njerëzit me shtyllë kurrizore që nuk debatojnë në funksion të interesave personale, siç ti mund të jesh ndërta, por të komunitetit. Një pyetje kam unë për ty, kur ti nuk flisje asgjë dhe merreshe me telemedicinë dhe punoje për OBSH-n në shkurt mars 2020, cila ishte arsyeja që unë në vetë të parë fola, nuk dija unë të përllogarisja interesat e mia kur isha në piramidën mjekësore, shkruan Prifti. Debati Erion Dasho, mjekët martir të Covidit. Sqarim, ky status nuk ka si objekt mjek të caktuar shqiptar që promovojnë teori ende të papranuara shkencërisht lidhur me COVID-19, pavarësisht nga ngjashmëritë e pjesshme. Prej vitesh qarkullon miti se gjatë pandemisë Covidit, mjekët që u ngritën kundër establishmentit u persekutuan, madje disa prej tyre u eliminuan në rrethana të dyshimta, si edhe në statuse të mëparshme, analizën e vrasjeve, zhdukjeve, rrëmbimeve apo rrëzimeve të avionëve ku udhëtonin mjekët e cilësuar anti-establishment, u alë me shumë dëshirë konspiracionistëve profesionistë. Statusi ka për qëllim të analizoj kontributin real të mjekëve që u rreshtuan në anën e konspiracionistëve, nga këndvështrimi im si dhe të ballafaqoj faktet reale me ato të pretenduara. Kolegët bluzbardh dhe publiku le të gjykoj, ndërsa pjesa dërmuese rreth 15 milion mjekëve që ka bota u dakordsuan me masat mbrojtëse gjatë pandemisë dhe u bën zbatues të tyre, pati edhe mjekë që i kundërshtuan ato. Kjo është normale, shkenca ecën, jo vetëm bazuar mbi fakte dhe evidenca, por edhe mbi debatet dhe hipoteza shkencore. Jo të gjithë mund të jenë dakord me gjithçka, por duhet bërë një ndarje e prerë. Nga një anë, pati mjek që kundërshtuar, bazuar mbi njohuri dhe fakte të gjithpranuar, duke kërkuar përmirësimin e protokolleve, rishikimin e masave dhe për më tepër transparencë shkencore. Këtë e bën me forume dhe institucione, aty ku debati mbetet brenda mureve të shkencës mjekësore dhe nuk i ofrohet në formë sensacioni publiku të gjerë i cili nuk ka as arsimimin dhe as përvojën për të gjykuar mbi alternativat. Nga ana tjetër, pati një kategori mjekësh që ngriti flamurin e të vërtetës, duke cilësuar tek njohuri dhe fakte tek të cilat shkenca mjekësore ende nuk e ka vendosur vulën e vet të pranueshmërisë. Pikpamjet e këtyre kolegëve, profesionistët dhe institucionet shkencore mjekësore shpesh i cilësuan pa vërteta, të pambështetura në fakte dhe në mjaft raste të rrezikshme për pacientët. Në vend që të vazhdonin diskutimin në forumet përkatëse, një pjesë e këtyre mjekëve zgjodhi t'i drejtojë drejt për drejt publiku të gjerë, duke shkaktuar debat, konfuzion,
dhe jo rrallë edhe panik. Shoqëria sigurisht reagoi për t'i bllokuar këto komunikime dhe këtu nisi miti martirëve të persekutuar. Sapo një mjek nuk gjente vend në forumet mjekësore, në mediat serioze ose kur profesionistët e tjerë i kundërshtonin publikisht pretendimet që ai apo ajo sillte, fillonte njëjta histori. Po më ndalojnë, po më censurojnë, po më sulmojnë sepse po them të vërtetën. Në fakt, nuk bëj fjalë për persekutim, por për detyrën bazë të një sistemi shëndetësor. Në gjithë botën, institucionet e kanë për detyrë të ndalojnë përhapjen e informacioneve të rrezikshme, sidomos kur ato dëmtojnë shëndetin e qytetarëve dhe sigurinë e pacientëve. Të mos i japësh mikrofon në dorë dikujt që pretendon se toka është e rafshët. Nuk është censur, por veprim logjik. Po kështu, të mos i japësh mikrofon një mjeku që promovon trajtime të rrezikshme apo që kundërshton trajtime të dobishme, nuk është persekutim, por mbrojtje e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Sa më tepër profesionistët i kritikonin për mungesën e provave dhe evidencave, aq më shumë ushqej miti mjekëve martir, si luftëtar kundër establishmentit, duke krijuar një rreth të vërtet vicioz. E vërteta është shumë e thjeshtë. Askush nuk u persekutua për mendime të bazuara në shkencë. Mjekët konspiracionistë kundërshtuan sepse në emër të lirisë së fjalës përhapën ide që cënuan sigurinë e pacientëve dhe vendosën në rrezik jetën e miliona qytetarëve. Autoritetet mjekësore dhe jo vetëm reaguan siç duhet të reagojnë, duke mbrojtur qytetarët. Kjo nuk është as censur, as luftë kundër të vërtetës, përkundrazi është mbrojtje jetës dhe shëndetit. Termat martir, heronj të së vërtetës, viktimat sistemit e tjerë janë krijime propagandistike që nuk kanë lidhje me shkencën e vërtet. Në kohën e pandemisë u përhapën ndër të tjera edhe dy botë brenda shkencës, bota e evidencës dhe bota e pseudo-evidencës, bota e të vërtetave dhe bota e sajesave, fantazive të sëmura, shpesh të egzageruara deri në grotesk. Shkenca nuk ka nevojë për martir të rem. Shkenca mjekësore i ka mekanizmat e vet konsoliduar për të vlerësuar faktin, provën, metodologjinë, evidencën dhe përgjegjësinë ndaj pacientit, shëndetit dhe jetës. Për të tjerat ka rrjetet sociale me shumicë dhe aty mjekët martir mund të vazhdojnë të shkëlqejnë. Edvin Prifti, Erion, në dritën e diellit dhe të fakteve si dhe të shkencës, ku nuk më rezulton se ti si e marrë me të përveç diskutimeve mbi statistikat e OBSH-s, rezulton që ti tashmë je një nga zëdhënësit e konspiracionit më të madh botror dhe kjo është për të ardhur shumë keq. Nuk ka patur asnjë teori konspiracioni, por janë mbi 80.000 mjek firmëtar në të gjithë botën, të cilët demaskuan dhe vazhdojnë të demaskojnë maskaradën e konspiracionit më të madh ndaj njerëzimit. Ti me sa duket ke vendosur të jesh në krahun e konspiracionit dhe komplotit botror të grupit Fauci dhe Epstein. E paragënjen kur thua që shoqëria i bllokoi këta mjek, kur sot e kësaj dite dëgjohet vetëm zëri tyre. Gënjen duke thënë që mjekët konspiracionist u kundërshtuan. Ata nuk u kundërshtuan në asnjë pikë se ju s'kishit argumenta përveç deklaratave të OBSH-s. Ne dhe SBA. E vetmja gjë që ju thuaj kur ata debatonin me argumenta dhe fakte, ju thuaj që jeni konspiracionist siç bën edhe ti sot në 2026 në mënyrën më anakronike për t'i denigruar dhe fliqur në sytë e publikut. Por ti harron që shoqëria njerëzore sado e paditur është një vrojtues shumë i mirë. Ti thua që statusi yt kërkon të analizoj, ndërkohë që statusi yt është një llafologji me mendimet e tua dhe pa asnjë argument. Ti mendon se ke diskutuar ndonjëherë me argumenta? Nuk më rezulton asnjëherë, përveç diskutimeve mbi shifrave të OBSH-s dhe shifrave të dhëna nga qeveria e Shqipërisë. Asnjë mjek si ty, konspiracionist i vërtet, nuk ka diskutuar mbi asnjë element COVID-19, thjesht referonit OBSH, zgjedhja juaj, por shkencë as pak. Kur fliste Roberto Malone, shpiksi vaksinës mRNA, dhe deklaronte terapin gjenetike dhe negativitetin e saj, nuk e keni përmendur asnjëherë. Kur fliste Peter McCullong, as nuk i dini emrin e tjerë, dhe kjo është shkenca jote, Erion. Ti thua që këta mjek të diskutonin në forumet përkatëse, e kam bërë, por në konkluzion me kë duhet të debatonin me
aleatët e konspiracionit dhe krimit që po ndodhte. Ke parë ndonjë intelektual të diskutonte me hitlerianët për të mos zhdukur 6 milion çifut? S'ka ndodhur. E pra, si mund të ndodhte? Me cinizëm përmend vrasjet dhe vdekjet. E para, cinizmi është arma e të doptit, por e kuptoj. Ata burra e gra kanë emra dhe mbiemra. Emrat e tyre do të kujtohen në histori, ndërkohë që emri i konspiracionistit Fauci, Baric, Morens do të kujtohen si kriminal dhe ndërkohë ju si aleatët e tyre s'do të kujtoheni. Ata absolutisht u eliminuan dhe persekutuan për të vërtetën e tyre që ishte vërteta kundër konspiracionit botror. Nuk besoj që je personi duhur që të flas për shkencën dhe mbi shkencën. Të flasësh për të duhet të kesh atribute, rezultate, duhet që emri të citohet, duhet që emri të referohet. Ndërkohë që këta mjek bëjnë studime, kundërshtime e tjerë, në gjithë këto vite kontributi yt është vetëm mediatik dhe pikërisht ti këtë u atribon atyre, pikërisht të gjë që ti ke bërë po ju atribon të tjerëve. Me këtë status, ke fyer një komunitet të tërë që nuk ta ka për borxh dhe ke fyer njerëzit me shtyllë kurizore që nuk debatojnë në funksion të interesave personal siç ti mund të jesh ndër ta, por të komunitetit. Një pyetje unë kam për ty. Kur ti nuk flisje asgjë dhe merreshe me telemedicinë dhe punoje për OBSH-n në shkurt mars 2020, cila ishte arsye që unë vetë të parë fola. Nuk dija unë që të përllogarisja interesat e mia kur isha në piramidën mjekësore. Ti më mendon aq naiv sa të sakrifikoja gjithçka për të bërë propagandistin e një gjëje pa vlerë nëpër media? Do ishte absurde apo jo? E bëra se isha i bindur se kishim të bëni me një makabritet konspiracionist në interes publik. E bëra që të vdisnin sa më pak shqiptar dhe jo vetëm, ndërkohë që ti edhe konspiracionistët si Fauci u rreshtuat fillimisht me mirë besim mbase ndaj institucioneve të cilat rezultuan bashkëpunëtor në këtë krim. Më vjen keq, por duhet t'ju vë gjërave emrin e tyre, për shkencën që ti dhe unë përfaqësoj. Shiko faqet e atashuara, edhe pse të kam respektuar se je nga të paktët shqiptar, që ka një kontribut shkencor kryesisht në telemedicinë, por me asnjë artikull si autor i parë, besoj se krahasimi nuk ja vlen. Nuk është mendje madhësi, por ti themi gjërat siç janë. Apo jo, me qënë se zgjodhe rrugën e cinizmit ndaj të vdekurve dhe të persekutuarve. Erion Dasho. Edvin, do të mundohem të përgjigje më shkurt sa e lejon përgjigja ndaj këtij statusi që e gjykoj të turpshëm nga përmbajtja. Në radhë të parë, tek statusi sotëm nuk ishte ti objektivi, prandaj dhe vendosa sqarimin që në paragrafin e parë. Unë me ty nuk kam për të marrë ndonjëherë personalisht, sepse në radhë të parë nuk kam asgjë personale me ty. Në radhë të dytë për etik nuk mund të lëpi ato që kam përshtyr. Pas historisë që ti pate me arrestimin dhe akuzat false që tu ngritën, unë kam qëndër të paktët persona që të kam mbështetur. Vazhdoj të qëndroj mendimit se ti je një vlerështuar e kardiologjisë sonë dhe asaj ndërkombëtare dhe kam dënuar e dënoj çdo përpjekje për të njolosur në dinjitetin tënd si individ dhe profesionist. Në rastin e statusit të sotëm, nuk të jam drejtuar ty, sepse kur të drejtohem, çka uroj të mos kem nevojë ta bëj, do të drejtohem me emër sigurisht. Sot kam cekur një temë që ti dhe të tjerë keni vite që e trajton, atë sikur mjek të shumë në përbot janë vrarë, sikur avion janë rrëzuar për t'i eliminuar këta mjeke të tjerë. Statusi sotëm mori shkas nga intervista jote së hënës, ku ju riktheve kësaj teme. Unë këtë nuk e pranoj dhe më vjen çudi se si ti bëhesh promovues i kësaj ideje. Kur kam dëgjuar ide të tilla nga Alfred Cako, nuk më ka habitur, sepse Cako thot se toka është e sheshtë, por ta dëgjoj nga ti, si mund të vritet një mjek në Amerikë, aq më tepër kur është figurë publike, si mund të vritet një emblem e mjekësisë dhe nobelist si Luc Montagnier, si mund të rrëzohet një avion me mjek, por mbi të gjitha, kush i vret këta persona dhe përse? Nëse ti beson këto, ke të drejtë edhe ti promovosh aty ku t'i japin një mikrofon apo një hapësirë mediatike, por qytetarit shqiptar përfshirë dhe këta që të ndjekin në rrjetet sociale kanë të drejtën të dëgjojnë edhe opinionin që beson pjesa dërmuese e shoqërisë. Dhe unë besoj se dikush ka për detyrë ta bëjë këtë.
Ky ishte qëllimi i shkrimit sotëm dhe jo vetëm të godiste ty në mënyrë anonime. E përsëris, kur të vendos të shkruaj për ty, do të shkruaj me emër, ndonse nuk e besoj se do të bëj një gjë të tillë. Dhe e fundit, mos e përmend më kafen shqeto dje, se ta kam përsëritur 10 herë. Unë i kisha njoftuar gazetarët se isha i disponueshëm deri në orën 9. Nëse e mban mend nga koha kur ke punuar në Itali, Kanada e gjetk. Në këtë shoqëri ka një kohë për punë e cila është e shenjtë. Po e mbyll duke të ftuar edhe një herë të diskutojmë dhe të debatojmë kur të kesh dëshirë për të diskutuar mbi këto tema që ke cekur në këtë shkrim dhe në shkrime të tjerë të mëparshëm. Edvin Prifti. Turpi sotëm ishte vetëm i yti dhe unë s'kam asgjë personale me ty deri më sot. Duke qenë se e pranon in primis që statusi yt ka rënjet në intervistën time ditën e hënë, për më tepër ky turp është në katror. Si guxon ti të përgojosh atë që unë deklaroj dhe jetën time dhe vuajtjet e mia tek e fundit është njësoj sikur të eliminosh çfarë them më sipër blereshtuar dhe bla bla bla, prandaj edhe ta kam shkruajtur që ke bërë një parabol për të ardhur në të njëjtin konkluzion. Ti ngatrohesh me këmbët e tua dhe më thua të vlerësoj por të denigroj. Me kë kujton se bëhen këto lojra? Mua nuk më duhet shumë të kuptoj gjërat përpara se ti mendosh apo ti shkruash ti. E dija që dikushi po bënte një diçka të tillë, por nuk e prisja nga ti. Gjithsesi, ti e bërë edhe turpin e ke gatuar vetë, edhe pse të kisha paralajmëruar disa herë e bëre. Unë nuk kam thënë kur që Montanjer është ekzekutuar, kam botuar emra të tjerë që i ke në Facebookun tim. Kështu që mos u përpiq të justifikosh këto pseudoanalizë llafologjike që bën edhe pse si e i vetmi. Më vjen shumë keq, por unë s'mund të lejoj që ti apo çdo kush tjetër të shkel mbi mua apo të vërtetat e mia. Ti ri i qetë, vazhdo kështu se nuk të arreston njeri. Për të arrestuar më arrestuan mua dhe mbase prap më arrestojnë, por për të më poshtur dhe për të më bërë të heshtë. Edhe pse më arrestuan, më kërcënuan dhe ç'nuk më bën, s'do të arrin kur. Unë Erion kam shumë defekte, por ndër të mirat që mund të kem është se nuk shitem mbi parimet e mia dhe kush e ka provuar ka humbur dhe ky proces mund të kërkoj kohën e vet. Tritan Kalo, vetë martirizimi për propagandizëm është jo vetëm dëshpërues, dëmprurës për individin mjek, por edhe për atë pjesë të shoqërisë që i beson atij.